Kush është më e bukur? Luana Vjollca, Belinda Balluku apo Zegjina Caushi? Çfarë mendimi ke për Luanën si aktore? Yll bote. A mendon se do të arri me sukses filmin që do bëj tani? Normal. Po sigur nga filmi të merrte pjesë politik për shkak. Goca si po flasi për SPAK, çfarë është SPAK? Më kuptova. SPAK. Të SPAK. A ku di unë? Che vuol dire? Jo. Sapete cos'è lo SPAC? No, è una spa. Po Luana Vjollca. Ajo që bë kushlon me mua. Është shkrimtare, bën libra. Ajo ka transmisione. Transmesion? Nuk më pëlqen. Ku ti ngjan më shumë? Pamja e saj fizike, do me thonë, është tërheqëse dhe është në statusin e duhur, do me thonë, të kërkesave që shohin meshkujt dhe duhet patur parasysh tani që roli i saj do jetë dhe pamja fizike dhe teksti. Si duket si pamje fizike? Tani varet te regjizori se si ja përshtaten, do me thonë, tekstin dhe veshjen me trupin e saj. Schibidi Boppie e Forza Napoli, sempre. Forza Roma. Ciao. Ciao. Një nga personazhet më të famshme të ekranit televizioneve shqiptare, siç është Luana Vjollca. Thoshte edhe për legjendën. Nga legjenda është personazh tjetër. Janë të dy legjenda, dhe Luana është legjendë dhe legjenda është po legjendë. Nga një personazh i famshëm që e shohin nëpër ekranin shqiptar që ka drejtuar emisione ndryshme, tani do marrë pjesë në një film komedi aksion. Ti vetë si ndjek si gjitha mediave, çfarë mendimi ke për Luanën si aktore? Po, Çfarë mendimi ke pas njerë si imazh, pastaj si aktore? po përshëndesim të gjithë shikuesit e emisionit tuaj dhe duhet ditur që pyetja është inteligjente. Atë e di. Duhet patur parasysh tani që njerëzit shohin se si vishet, çfarë han, ku punon, çfarë shkon dhe kjo e bën që njeriu të jetë i përsosur në vetvete. Dhe tani nëse kinematografia e tërheq atë për të vazhduar karrierën e saj politike apo kulturore, është diçka pozitive, duke patur parasysh që siç e shikoni Hollywoodi është nëna e kinematografisë botërore dhe nëse ajo është frymëzuar nga filmat e Hollywoodit që s'mund të lëm pa përmendur Jennifer Lopez, që nga këngëtare u bë aktore, s'mund të lëm pa përmendur Angelina Jolie, po ashtu dhe shumë të tjerë, që nga shtetet e tyre si Kina, India, ka shkuar dhe janë bërë të njohur në Hollywood në kinematografinë amerikane. A imiton kjo Angelina Jolien dhe ato tjetër që Jennifer Lopezin? Po fizikisht, ku ti ngjan më shumë? Pamja e saj fizike, është tërheqëse dhe është në statusin e duhur, të kërkesave që shohin meshkujt dhe duhet patur parasysh tani që roli i saj do jetë dhe pamja fizike dhe teksti. Si duket si pamje fizike? Tani varet te regjizori se si ja përshtaten, tekstin dhe veshjen me trupin e saj që filmi të ketë sa më shumë shikues, ndjekës, dhe kjo do ishte diçka pozitive pasi filmi shikohet breza për breza dhe do ngelet i skalitur në kinema, do ngelet i skalitur në televizione dhe siç e dini edhe në YouTube që shikojnë njerëzit për qejf filmat të tillë. Fundit Luanën e kemi parë tek Ferma VIP. Si të zhdukur ty si personazh? Pra ti Fermën e shikoje për atë që transmetohesh apo për imazhin që jepte ose shfaqjen që jepte Luana? Më fal që t'ju them, po Ferma VIP unë nuk e kam parë pasi unë jetoj në Francë dhe transmetohet aty. Në ato momente isha i zënë me gjëra tjera, po për Big Brotherin, VIP
3-4 i kam pa, ndoshta merr pjesë te pesa, mbasi është një personazh i dashur për shikuesit e televizionit dhe kështu që mund të jepet edhe një mënyrë tjetër, domethënë që të shpalosë bukurinë e saj dhe të jep mendimin e saj, domethënë për një zhvillim më të madh të Big Brotherit. A ti do doje që Luana të merrte pjesë te Big Brother? Po, pasi ferma VIP. Çfarë të shtyn ty ta shikosh Luanën te Big Brother? Po, së pari se si i sheh ajo gjërat, si i komenton, se si është jeta e saj, se ne nuk dim asgjë për jetën e saj familjare, jetën e saj private, vetëm çfarë shohim nëpër ekrane, domethënë, e çfarë ata 5 minuta, domethënë, nuk është se di mollësira, detaje. Ti di asgjë për Luanën nga jeta e saj private? Është e lidhur, është e martuar, është asgjë, po unë s'para shoh në rrjetet sociale pasi kam ndjekës të tjerë, domethënë që marrin shumë kohë, edhe por mendoj që është një emër që nuk është i panjohur për publikun shqiptar, dhe kështu që secili ka një lidhje me të, qoftë shoqërore, qoftë në rrjetet sociale, qoftë si kolege pune, domethënë, edhe ose si kushije, gjithçka tillë. Po sigur nga filmi merrte pjesë politik për shkak. Po do ishte pozitive A është i politikane denj Luana? Pasi gjëra të tilla ndodhin në Parlamentin Evropian. Ishte një youtuber siç e keni ti si profesion, domethënë, që kishte 2 milion, 3 milion shikues dhe u bë deputet në Parlamentin Evropian. Dhe kjo është, domethënë, diçka që mendja ka ëndë saj pozitive. Pavarësisht se ka bulizime e gjëra, po në përgjithësi, domethënë, për këtë ishte diçka pozitive, pasi e bëri që të jetë nga një i fshehur në një studio i vetmuar, në një politikan që do ngelet për 4 vite në historinë e Parlamentit të BE-s. Sa do ta bënte Luana që të fitonte vota nëse i hynte politikës? Po s'pari është si ajo deputetja Reme Lala e Peshkopis, që nga bukuria, domethënë, e bën deputete, pavarësisht se ishte me PBDI-n, me një parti që të minoritetit grek, që s'para njihej, dhe duhet patur parasysh që varet se për çfarë mënyre ja e votën, ja e për bukuri, ja e për të afërm. Zgjineja, po. Si fiton? Po, Zgjineja e përkrau partia, e përkrau kryetari, e përkrau në të afërmit, e përkrau në vetë qytetarët dhe u bë, domethënë, deputet. Përkrau dhe gazi. Edhe ai. Po, nëse Luana Vjosa do ishte në listë të mbyllur, atëherë ajo ishte mos e sigurt që do ulej. Po edhe nëse është në listë hapur, ai përsëri e fiton me sharmin, me bukurinë e saj, domethënë, gjë që është pozitive si për politikën, po ashtu dhe për parlamentin, se nuk do të ketë gjithmonë moshat vjetra apo njerëz të shëmtuar. Kush është më e bukur? Luana Vjosa, Belinda Balluku apo Zegjina Caushi? Po të treja këta, domethënë, me bukurinë e tyre natyrore të manisin, po meqense zonja Balluku si ministre është pak e shkëputur nga realiteti i bukurisë. A ka çfarë ka bërë për bukurinë? Po, është e vërtet. Tani edhe këngin zorën së fundi që